Për të ushtruar në spitalin e Krujës, pacientëve u duhet të marrin me vete të gjitha llojet e ilaçeve nga ato elementare deri tek ato specifiket. Shiringat, pambuku, alkooli, antibiotiket e medikamentet të tjera mungojnë. Mjekët pohojnë nëse spitali është në krizë pasi mungojnë materialet bazë për të kryer çdo shërbim. Ata thonë se vonesat e medikamenteve nga Ministria e Shëndetësisë kanë sjellë një situatë të vështirë në kurimin e pacientëve, ndërsa mungesa e ilaçeve është një alarm që ka nisur prej më shumë se 3 muajsh. Gjatë periudhës nga maj e këtej ne kemi patur disa mungesa medikamentesh, kryesisht të spektrit të antibiotikëve. Presim që brenda 2-3 ditëve kjo sasi prej 1.2 milion të reja të akordohet, pra të miratohet nga Ministria dhe nga ky institut, në mënyrë që deri në kohën e levrimit të këtyre fondeve, pra nga Ministria e Shëndetësisë, ne të bëjmë blerjet me prokurim të drejtë. Ndërsa në lidhje me pavionet, mungesat janë, por janë kryesisht mungesat që futen kryesisht pra tek medikamentet. Ato që janë jetike, që janë jetësore, për një ndihmë urgjence, ne i kemi të gjitha. Ka rreth 3 muaj që medikamente nuk ka, të smurët ose një kohën ambulatorisht, ose shkojnë në blejnë ilaçet në farmacitë dhe të hapur. Pacientët e të gjitha pavioneve kurohen me ilaçet që i blejnë vetë sipas recetave që lëshojnë mjekët nëpër farmacitë e qytetit.